Një vrasje në fshatin Balaj ka tronditur Ferizajin të hënën mbrëma. Raportohet se i dyshuari për vrasje është djali i axhës së viktimës. Palët kishin mosmarrëveshje të mëhershme. Personi që u vra në fshatin Balaj të Ferizajit është i moshës 38 vjeçare dhe është qelluar me 4 plumba në stomak, ndërsa viktima ka lënë pas vetes 4 fëmijë. 38 vjeçari me inicialet BR nuk i mbjetoi plagëve që mori nga 4 plumbat nga i dyshuari me iniciale BR, rreth 50 vjeçar, që drejt tij kishte gjuatur rreth 5 herë. I ndjeri ka lënë prapa 4 fëmijë të tij në moshë të vogël dhe gjendja e familjarëve është e rëndë. Lidhur me rastin, policia ka thënë, më datën 15 shtator rreth orës 19:42 kemi pranuar një informatë se në fshatin Balaj të Ferizajit ka ndodhur një vrasje. Viktima është një person mashkull i moshës të rreth 40 vjeç. Policia ka arrestuar të dyshuarin dhe ka sekuestruar një armë zjarri. Rasti është duke u hetuar nga njësitë relevante në udhëheqjen e prokurorit të shtetit. Sa kaq autori i ngjarjes është identifikuar si Bekim Ramusaj. Ai në profilin e tij në Facebook e ka të mbushur plot me armë. Ky i fundit dyshohet se është përfshirë në rastin ku mbeti i vrarë 40 vjeçari kushëriri i tij Ibrahim Ramusa.